Si për gjithë shikuesit, sot do të flasim bashkë me Raman Sefedinin, ekspert i menaxhimit të emergjencave, për bombolat, si duhet i përdorim dhe cilat janë pra edhe rregullat se si duhet të përdoren bombolat. Nderuar, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për juve, më vjen mirë që jena së bashku në emision. Gjithashtu edhe mua. Tregona pak a shumë, e kemi një bombol këto. Qysh funksionon, si duhet i përdorim ne në përditshmëri? Rreziqet nga bombolat janë të shumta, me qenë se bombola si shpeshin edhe vetë qofë me gazin propan butan apo me ndonjë gaz tjetër, është në presion të ngjeshëm. Domthonë mbushet me presion të ngjeshëm dhe ky presion shkakton rrezik të përgjithshëm, e sidomos në ato vende ku përdoret në vendet në brendësi të objekteve të ndryshme apo hapësirave të brendshme, për shkak se nuk krijon një lloj ajrimi të mjaftueshëm që gazi propan butan mos të vjen deri te ndezja. Meqenëse se bombola është e mbushur me gaz, pra me shtypje të lartë, një rrjedhje e saj sa do e vogël do të krijon një lloj, do të shkakton një lloj helmimi të vetë banuesit në ato objekte brendshëm apo persona tjerë të cilat gjenden në brendësi të objektit. Bombola paraqet edhe një rrezik të tjetër për shkak se qysh në startën e blerjes së tij bler në mënyrë të jo të rregullt. Domthonë sot në tregjet e Kosovës shohim këto bombola që kena në për shumë marketa të ndryshme, në për shumë institucione të ndryshme, pikat karburanteve, të cilat për mendimin tim janë jo profesionale dhe jo të drejta. Pse janë jo të drejta? Për shkak se në asnjë bombol nuk e shohim në afat të qëndrueshmërisë apo të skadimit të vetë bombolës. Pra bombola nuk ekziston një tiketë e cila kish me na tregu mënyrën e përdorimit, kur është mbush kjo bombol, sa litra gaz është mbush, kur do të ndrohet ventili apo valvula, kur do të ndrohen tubat, pra na vetë morëm në treg të zi pas një lloj garancioni. Që kemi këtu, mujna dhe me demonstru. Po, e kena edhe një bombol të që tash e demonstrojë. Për shembull, këtë bombol e morëm në treg, shkojna mushëm në pikë karburante dhe ato mushëm aq sa na kena të holla, nuk na pyet shumicën e rasteve ai manipuluesin e pikën e karburanteve sa duhet me mbush, pra sot të dhona të holla e mushëm bombolën dhe na këtë bombol e morëm. Rreziku tjetër është që na gjatë transportimit bombolës se transportojnë në mënyrë të gabueshëm. Shumicën e rasteve kjo bombola transportohet në mënyrë të domthonë nuk transportohet në mënyrën vertikale që kish me pengu rrjedhjen e vazhdueshme. Këtë bombole morëm dhe vendosëm në për shtëpia tona apo institucione të ndryshme. Pra vendoset në mënyrë të gabueshme. Shumicën e rasteve vendosëm afër nxehtësave të ndryshme, afër rrezatimit të energjisë së nxehtësisë apo energjisë elektrike që paraqet një rrezik të përhershëm. Bombolën pra e morëm dhe vendosëm tash edhe në mënyrën e përdorimit, or shumicën e rasteve përdoret në mënyrë të gabuar. Bombola zakonisht duhet mi pas dy lloj valvulash, valvuli i parë sigurues dhe valvula e dytë e cila e pengon rrjedhjen e gazit apo rrjedhjen e gazit në mënyrë të vazhdueshme. Pra, na tash e demonstrojna qysh kishte me qenë mirë kjo bombol më përdor. Kishte me qenë mirë nëse i ka pra këto dy valvula, valvulën e parë dhe valvulën e dytë. Në fillim e lëshojna valvulën e parë, tani lëshojna valvulën e dytë dhe shohim rrjedhjen e gazit. Nëse rrjedhja e gazit është kësaj, do me thonë rrezik nuk ka. Rreziqet më të mëdha janë kur valvula nuk e mbyll këtë gaz dhe gazit tenton me himrana dhe valvula e shpërthen edhe valvulën e dytë dhe mund vjen deri te eksplodimi. Cilat janë masat mbrojtëse se si duhet të veprojna. Shumicën e rasteve është mirë të thirret ekipi profesional zjarrfix për shurjen ose parandalimin e këtyre zjarreve. Nëse na këtë nuk mundat me bë mundësia vetëm me qenë se nuk ka materie shurse për shurjen e këtij zjarri, është që me gesht pa kur far problemi mu afro afër edhe me ndërprer rrjedhjen e valvulës. Kur të ndërprejna rrjedhjen e mbyllëm valvulën e parë dhe mbyllëm valvulën e dytë dhe rrezik nuk ka. Pra kjo nuk paraqet rrezik me parandalu edhe na në rastet veç kur është domosdoshme kur paraqet një rrezik që rrezikohet dikush në brenda atij objekti ose hapësirës ka persona që rrezikojnë, përndryshe nuk është mirë me provu për shkak se duhet me kon pas profesionist i kësaj fushë për me bë parandalimin e zjarrit. Mirë është më munduna me bë vetëm ndërprerjen e valvulës. Nëse nuk ka ndërprerje, mirë është me marr edhe me qitë jashtë objektit ku nuk rrezikon njerëz ose persona tjerë që janë në brendësi të objektit. Po gjithmonë, edhe nëse kena vendos jashtë, edhe nëse kena bën ndërprerjen, gjithmonë është mirë me thirrë shërbimin zjarrfix profesional i cili më vjen edhe verifikon se është gjendje të rregullt apo jo. Flasim pak për Kosovë. Shkak i bombolave, pra ka ndodhur edhe fatkeqësi të ndryshme, qysh janë këto, cilat kanë qenë se ju jeni domethënë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe
për një farë mënyre për t'i eksploruar më shumë se ka ndodhur. Me qenë që jam edhe ekspert gjithësor për parandalimin e vatrave të zjarrit apo zjarrit, shumicën e rasteve kur shkojnë ana shumë se ka pas parregullsi, thash qysh në blerjen, transportin, përdorimin dhe vetë ata të cilët e përdorin në bletësi të objekteve. Qysh na kishim mujt me evitu ose parandalu këto. Shteti duhet me luftu me mekanizmat e vet ligjor me bë parandalimin, shitjen, transportin, mbushjen e tyre në mënyrë të parregullt. Sot nëpër Kosovë ka automjete të ndryshme pa kurfar parametra që bojnë transportimin e tyre. Domthonë këtu paraqisin janë të rrezikshme për shkak se na i shohim ku ato kalojnë për njerëz ku frekuentojnë shumë, domthonë janë të vendosur në mënyrë të gabueshme dhe për mua kjo është një bombë e cila çdo moment mund të kërset, mund të eksplodojë, mund të shkaktojë vdekje. Vdekjet janë të pamëshirshme. Na shtapi fisheku të armës dikush shton pe kësaj nuk shton kërkon për shkak se kjo përzihet me arin dhe shkakton një djegje shumë të madhe. Mos tjetër kishte me qenë që na si popull mu vetëdisue, këto kur të shkojnë më mush në pikë karbonatëve me ditë sa me mush, me pas këto të certifikume, të testume bombolen, a është e qëndrueshme apo s'është. Këto valvula, këto gypa, këto tuba duhet mundruar në mënyrë të vazhdueshme, mu provu apo rrjedh apo nuk rrjedh, çysh provohet, shumica në raste i kom pas që e provojnë me flak. Nuk duhet më përdor me flak tubi, duhet më përdor me ujë, me sapon, nëse ka rrjedhje ai krijon do fluska që na shumë ka rrjedhje, nëse ka rrjedhje i ndryshojnë ato, i marrën tri. Gjithë këto valvula çdo 2 vite, 3 vite duhet më ndryshu, duhet më ndru për shkak se këto dëmtohen. Gjithashtu edhe kur ti vendosëm në asnjë mënyrë, mos më vendos në pozitë tjetër, vetëm në pozitën vertikale. Mos më vendos afër nxemjes të ndryshme, afër furrave të ndryshme për shkak se paraqisin rrezik. Mirë është kur përdoret në ambient të mbyllur me koni ajruse për shkak se këtu e djegun ajrin, harxojnë ajrin në brendësi dhe njerëz të cilat janë në brendësi mundon me shkaktu helmem ose mundon me ndjen një lodhje për shkak se ka mungesë të oksigjenit. Në vende të mbylla nuk kisha preferuar asnjëherë më përdor këtu për shkak se nuk mundon me kriju na kushtet që këto më përdorin në mënyrë të gabueshme. Kosta e vlerës së harxhime me qenë se është e ulët tash edhe në Kosovë po përdoret në masë shumë të madhe, po kisha apelu të gjithë që të përdorin në mënyrë të rregullt, të para respektojnë të gjitha masat parandaluese që mos vinë deri te lëndimet apo zjarret që mundën të ndodhin. Nderuar, faleminderit shumë për këto krejt informata që ndodhet me shikuesit tanë. Shikuesit tashmë vetë se i dinë edhe pak a shumë rregulla se si të përdoret bombola, edhe shpresojmë shumë që fatkeqësitë pra të mos ndodhin në Kosovë. Faleminderit edhe për juve dhe për kohën që keni gjetur. Faleminderit gjithashtu. E ta shikues të dashur, ju lëm në shoqëri të recetës së Lindës.